Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me politikë. Në Vlorë është zhvilluar votimi për rikonfirmimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike me parimin një antar një vot. Sipas Partisë Demokratike Vlorë, procesi ka nisur i qetë dhe pa problematika, ndërsa pjesëmarrja e demokratëve është vlerësuar e kënaqshme. Votimi është shtrier edhe në Selenic, Himar, Saran, Delvin Finiq dhe Konispol, ku antarët demokrat kanë marrë pjesë në këtë proces të brendshëm të partisë. Në Vlorë, ashtu si në të gjithë vendin, u votua për zgjedhjet e kryetarit të Partisë Demokratike. Me parimin një antar një vot, demokratët e Vlorës morën pjesë në referendumin e rikonfirmimit të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike Shqiptare. Pjesëmarrja në procesin e votimit ishte e konsiderueshme. Eralba Kreshpa, nën kryetare e Partisë Demokratike Dega Vlorë, thotë se janë 1600 antar, të cilët kanë të drejtën e votës. Sipas Kreshpës, procesi nisi i qetë dhe pa problematika. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Vlorës thotë ashtu se pjesëmarrja ishte e kënaqshme, teksa e vlerëson këtë proces si tepër të rëndësishëm. Procesi ka nisur si në gjithë Shqipërinë, ka nisur në orën 8, do të zgjasë deri në orën 18, por në bazë udhëzimit dhe nëse do ketë pjesëmarrës të tjerë, do të vazhdojë të zgjatet edhe më shumë se ora 18. Ka qenë një pjesëmarrje që mund të themi e kënaqshme deri në këto momente. Janë rreth 45 persona që kanë marrë pjesë. Antarët janë rreth 1600 dhe është me parimin një antar një vot. Mendoj që do vazhdojë që dhe mendoj që do ketë një pjesëmarrje të kënaqshme, sepse kur shumë i morën që është rreth orës 9 kemi këtë lloj pjesëmarrje, mendoj që nëse do vazhdojmë me këtë ritëm do të jetë një pjesëmarrje shumë e kënaqshme. Dhe përsa lideri i Partisë Demokratike, drejtuesi janë. Do sjellë diçka të re për opozitën në rang vendi dhe kryeësisht Vlorë? Sigurisht që po. Edhe demokratët e Vlorës e vlerësojnë këtë proces si tepër të rëndësishëm. Në fjalën e tyre thonë se Berisha mund të jetë i vetmi që zgjidh opozitën. Demokratët e Vlorës shpresojnë që pas rikonfirmimit të ketë ndryshime për opozitën në rang vendi. Është shumë i rregullt si proces. Është i rëndësishëm për të mbajtur Partinë Demokratike në këmbë, të cilën e ka mbajtur Sali Berisha dhe ai do ta mbajë. Të dalin të gjitha të votojnë. Ky është mesazhi. Ne jemi të përgatitur për të vazhduar opozitën forcërisht. Unë kam ardhur të votoj të dalë drejta, që të mirë po ikim, asnjë gjë nuk kemi në rregull në ekonomia, çdo gjë ka për tokë. Si vlerësoni këto zgjedhje? Se diel kemi një shpresë. Kemi një shpresë. Po. Do sjellë diçka të re për opozitën? Do sjellë shumë jo për Shqipërinë. I falenderoj gjitha dhe i votoj sot Sali Berishës. Erdhëm për të votuar për drejtat që kërkojmë si njerëz, që na mungojnë të gjitha. E po shtypemi si asnjëherë. Edhe në kohën e Enverit ka qenë më mirë se sa tash. Nga ca mafioz, se janë tamam bandit mafioz. Sa i rëndësishëm është ky proces për ju të demokratëve të Vlorës? Tash sa i rëndësishëm është do duket në fund. Sa i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm është. Po shpresojmë. Keni mesazh për demokratët për të votue? Tash çfarë të them, të ngrihen të gjithë ata që ndjejnë e kanë nga brenda ndjenjën e lirisë, e mos rrin ulur. Unë mezi jam në këtë moshë, e sa ka tepsur pse nga kushtet që më krijuan të famshmit, edhe po vi. Jam antar në të vjetër të Partinë Demokratike, do më shtetë doktor Sali Berisha. Është një nga idhullit tanë, është shpresojmë që ai të kthej me fjalë të arrëzoj këtë demokraturë që ka mafje që ngjitur në Shqipëri. Sa i rëndësishëm është ky proces për demokratët? Shumë parë. Shumë do më shtetë. Do sjellë diçka të re? Berisha mendoj se do bëj, siç ka bërë. Përsa i përket rrethit të Vlorës, është votuar edhe në Selenic, ku 900 antar kanë të drejtën e votës, por edhe në Himar, ku kanë qenë rreth 320 antar me këtë të drejtë vote. Procesi votimit vijon edhe në rang qarku në 4 bashkitë e tjera të jugut, në Saran, Delvin, Finiq, si dhe Konispol.
Demokratët do të rikthehen në shtëpinë e tyre, kështu shprehur kryetari i Partisë Demokratike të Fierit Ardian Ferro, i cili në një prononcim për media dha edhe detaje në lidhje me procesin, i cili sipas tij nisi normalisht me pjesëmarrje të lartë, duke theksuar se kjo frym tregon rikthimin në Partinë Demokratike të gjithë mbështetësve, pavarësisht përçarjeve të mëparshme. Ferro pohoi gjithashtu se vije të re dhe rikthimi i besnikëve, veçanërisht i mbështetësve të Bashës, çka tregon se edhe dega e Fierit do t'i rikthehet normalitetit pas problemeve të shumta, veçanërisht pas disfatës së zgjedhjeve të 11 majit. Votimet u hapen në orën 8 të mëngjesit, pasi u verifikuan vullat ashtu siç e do procedura. Votimi deri më tani është shumë i kënaqshëm, ka pas pjesëmarrje masive që nga orët e para të mëngjesit. Gjithashtu jemi shumë të motivuar dhe të për arsye sepse po shikojmë që fluksi vjen rritje, gjithashtu ka disa personazhe të cilat kemi evidentuar që kishin probleme shëndetësore apo smeta fizike. Megjithatë, në këtë referendum populli i Fierit po tregon veten që është popull demokrat dhe është në mbështetje të profesor Dr. Sali Berishës. Deri më tani çdo gjë ka vajtur shumë mirë. Njerëzit votojnë qetë pa probleme nga ana teknike dhe besoj që fluksi do jetë akoma më shumë në rritje, sepse parashikojmë që të ketë një fluks në këto zgjedhje, në këtë referendum. Zakonisht, do thënë, nga viti 2013 deri më sot, në çdo zgjedhje që është bërë, votues kanë qenë nga 800 deri 1200 antar dhe presim që ky fluks të rritet akoma më shumë. Ka pasur rikthime, ashtu siç e dini edhe ju, Partia Demokratike kaloi një periudhë shumë të vështirë, megjithatë ne po bëjmë maksimumin që demokratët të rikthehen në shtëpinë e vet dhe të jemi së bashku për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Ndjeninë time, partia po vazhdon të rinovohet. Ne së shpejti kemi Kovendin dhe ju garantoj që do ketë ndryshime dhe rinovime që nga strukturat e sipërme deri të poshtme të Partisë Demokratike. Ndërkohë ajo çfarë u vure në orët e para të votimit të ditës së shtunë ishte edhe prania e besnikëve të Berishës, të cilët e shohin figurën e Berishës si emblem të pasvendësueshme. 72 vjeçari Beqir Shkrela ka marrë edhe rrugën nga Libofsha vetëm për të votuar Sali Berishën. Nga rreth Libofsha. Ka marrë për votuar për Partinë Demokratike. Jam besnik i Sali Berishës. Një jetër që kur u kthye sistemi, deri sot unë nuk kam ndryshuar asnjëherë. Më kanë dhënë shumë gjëra pozitive të tjerë, na t'japim lek, na kështu, kthe ende, jo. I besnik e besnik. Po pse nuk ndryshon? Po nuk ndryshoj për arsye se partitë e tjera janë vetëm për të vjedhur, për të korruptuar, për të marrë edhe ata që nuk ka drejta marrë të populli, e marrin e vjedhin në forma ndryshme, ata i ndjejnë ligjet edhe le të ketë edhe në tjetër, po unë di që për garën e Sali Berishën kur që është i aftë, është ai Gazmend Bardhi. Po, ai është i aftë, i ri afër i tokën, është një politikant shumë i mirë, shumë njëri i lartë, njëri i besueshëm. Tjetë pranë Berishës gjithmonë ai. Ndërkohë po ashtu qysh herët në mëngjes kanë votuar edhe demokratët e Sarandës, procesi i cili nisi dhe vijoi mbar. Votimi u krye në selinë e degës së Partisë Demokratike të Sarandës me 870 antar demokrat të Sarandës që votuan për të zgjedhur kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare. Pas takimit të ministrit të brendshëm Besfort Lamallari në Sarandë, jep dorëheqjen drejtori rajonal i IKMT-s Vlorë, Elton Casli. Dorëheqja vjen pas nisjes së procedurave për masa administrative për shkak të mos ushtrimit të detyrave funksionale lidhur me kontrollin e territorit. Ministri Lamallari kërkoi përgjegjësi të drejtpërdrejtë nga strukturat vendore, duke paralajmëruar zero tolerancë ndaj ndërtimeve pa leje dhe zaptimit të hapësirave publike. Pas takimit të zhvilluar në Sarandë nga ministri i brendshëm Besfort Lamallari për problematikën e ndërtimeve pa leje dhe zaptimit të hapësirave publike, ka nisur lëvizjet e para në strukturat përgjegjëse. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të IKMT-s Vlorë, Elton Casli, është larguar nga detyra. Mësohet se Casli ka dhënë dorëheqjen pas nisjes së procedurës për marrjen e masave administrative nga IKMT-ja qendrore për shkak të mos ushtrimit të detyrave funksionale me pasoja në territor.
Ndërkohë, është iniciuar procedurë disiplinore edhe për përgjegjësin e sektorit të inspektimit të territorit pranë drejtorisë rajonale të Vlorës Gjovalin Hoxhaj, bën me dije për Blu Televizion. Gjatë takimit në Sarandë, ministri Lamallari ishte i prerë në qëndrimin e tij duke kërkuar përgjegjësi të drejtë për drejt nga strukturat e policisë së shtetit, IKMT-ja dhe IMT-ja për zbatimin e ligjit, veçanërisht në rastet e ndërtimeve pa leje. Dilini për zot përgjegjësisë që ju është dhënë, zero tolerancë ndaj paligjshmërisë, deklaroi Lamallari duke theksuar se ndërtimet pa leje, zaptimi i hapësirave publike dhe abuzime në dëm të interesit qytetar e turizmit janë një vije kuqe. Student nga Harvard dhe MIT zhvilluan në Vlorë një takim me përfaqësues të institucioneve akademik të rinj dhe qytetar. Në fokus të dialogut ishin edukimi, inovacioni, qeverisja dhe mundësitë e bashkëpunimit me komunitetin lokal. Aktiviteti i organizuar me iniciativën e deputetes Eriona Ismaili është pjesë e një vizite 3 ditore në Vlorë dhe Himar. Në ambientet e Muradie Art Gallery Bar u zhvillua një takim i veçantë me pjesëmarrjen e 20 studentëve nga Harvard dhe MIT, të cilët vijnë nga fusha të ndryshme si edukimi, ligji dhe qeverisja, biznesi dhe teknologjia e informacionit. Në takim morën pjesë gjithashtu përfaqësues të institucioneve lokale dhe atyre qendrore, përfaqësues të jetës akademike, qytetarë të spikatur si dhe të rinj, duke krijuar një hapësirë të hapur dialogu dhe shkëmbimi i idesh mbi zhvillimin, edukimin, inovacionin, qeverisjen si dhe mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet të rinjve, institucioneve dhe aktorëve të jetës publike. Aktiviteti është pjesë e një vizite 3 ditore në Vlorë dhe në Himar, gjatë të cilës grupi studentëve do të zhvillojë një sër takimesh në Universitetin e Vlorës me kryetarin e Bashkisë Himar, përfaqësues të institucioneve qytetar si dhe student. Turi 3 ditor do të shoqërohet gjithashtu me një përvojë të larmishme në natyrë, kulinari, histori dhe traditë, duke u dhënë studentëve mundësinë të njohin më nga afër potencialet kulturore, turistike dhe njerëzore të zonës. Takimi në Vlorë shërbeu si një mundësi për të ndërtuar ura komunikimi mes studentëve të universiteteve më prestigjioze ndërkombëtare, si dhe komunitetit lokal, duke nxitur reflektim mbi rolin e të rinjve, dijes dhe bashkëpunimit në zhvillimin e shoqërisë. Pjesëmarrësit vlerësuan rëndësinë e këtyre takimeve si një mënyrë për të sjellë përvoja të reja, perspektiva ndërkombëtare dhe ide konkrete që mund të ndihmojnë në forcimin e lidhjeve mes arsimit, institucioneve publike, biznesit dhe komunikimit. Takimi u organizua me iniciativën e deputetes së Qarkut të Vlorës Eriona Ismaili, e cila theksoi rëndësinë e krijimit të hapësirave të tilla bashkëbizetimi, sidomos për të rinjt dhe për qytetet me potencial të madh zhvillimi si Vlora, ndërsa i pranishëm po ashtu në takim me studentët e Harvardit ishte edhe deputeti i Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, Piro Vëngu. Është bërë një traditë tashmë e studentëve ekselent të universiteteve më prestigjioze në botë, siç është MIT dhe Harvard, të cilët prej disa vitesh tashmë vizitojnë disa shtete të Ballkanit në një tur ballkanik që organizojnë, ndërkohë edhe Shqipëria, por në vitet kaluara vizitat e tyre kanë ngelur vetëm deri në kryeqytetin tonë në Tiranë. Kështu që prej këtij viti dhe në vijim do të bëjmë çmos, do të kemi një angazhim së bashku edhe me kolegun deputetin Piro Vëngu për të organizuar në vimësi të tjera vizita të studentëve më të mirë të botës që të vizitojnë Vlorën, të vizitojnë Shqipërinë përtej kryeqytetit me gjithë potencialin që shpalos në burime njerëzore, në natyrë, në tradita e gjithçka tjetër. Po edhe në bisedat që kemi bërë në ndërpersonale dhe siç u vurej gjatë bisedave të tyre gjatë takimit të sotëm, patjetër që janë të impresionuar për natyrën e Shqipërisë, për zhvillimin dhe potencialin zhvillimor që Shqipëria dhe qytetet caktuara sidomos ofrojnë, ndërto patjetër edhe Vlora, dhe që patjetër kanë ndarë përshtypjet e tyre me miq që për fat keq nuk ka mundur të t'i bashkojnë turit të Vlorës për shkak se kanë diplomimin në këto ditë në Harvard, por që patjetër kanë ndarë përshtypje pozitive me të gjithë familjen e tyre në fillim dhe miqtë e tjerë në universitet. Patjetër që Shqipëria në shumë aspekte është tashmë destinacion i konferencave ndërkombëtare, një sër profesionesh të ndryshme, dhe patjetër edhe pikë reference për student nga qendra të ndryshme ekselencë apo universitetet e ekselencës botërore. Ajo që e bën të ndryshëm këtë iniciativë që përqafojmë së bashku me Erionën sot është fakti që është një itinerar jo vetëm turistik, është një itinerar për të takuar njerëz, për të takuar ata që janë për mendimin tim forcat e gjalla të Vlorës në të gjithë qarkun, sipërmarrës, pjesëtar të shoqërisë civile,
artist dhe njerëz profesionistë të rinj praktikisht dhe të ndërveprojnë në këtë mënyrë me profesionistë të rinj që vinë nga qendrat e ekselencës botërore. Do të linin mundësi për marrëdhënie apo projekte më afatgjata. Do kemi mundësinë jo vetëm në Vlorë, po edhe në Himar nesër që të kenë një qasje ndaj një realiteti përtej turizmit detar, po edhe brendësisë tokave tona, të njihen me ekonominë bujqësore, të njihen me gjithë realitetin e forcës atraktive që ka Shqipëria, dhe besoj që ndër vite ky program mund të kthehet padyshim në një pikë referimi për një bashkëpunim rajonal gjithashtu, sepse kemi pjesëmarrës edhe studentëve nga Kosova, kemi pjesëmarrës të studentëve edhe të diasporës. Praktikisht kemi një ndërveprim shumë pozitiv, ndaj dhe dua të falenderoj edhe gjithashtu edhe autoritetet vendore që e kanë mbështetur, posaçërisht edhe Bashkinë e Himarës, që gjatë këtyre ditëve do të ketë mundësinë që të bashkëveprojë me gjithë këta vizitorë. Ky aktivitet solli në vëmendje edhe një herë rëndësinë e hapjes së Vlorës dhe Himarës ndaj rrjeteve ndërkombëtare të dijes, inovacionit, kulturës dhe bashkëpunimit. Në plazhin e vjetër të Vlorës, hapësirat publike vijojnë të jenë të ndotura me mbeturina plastike, deg pemësh dhe drurë të nxjerrë në breg pas motit të keq. Pushuesit thonë se Bregdeti nuk është ende gati për sezonin turistik, pasi zona është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Ata kërkojnë aksione të vazhdueshme pastrimi përgjatë gjithë vijës bregdetare, duke marrë si shembull mirëmbajtjen e lungomares. Në hapësirat publike të plazheve ka më tepër ndotje. Kjo situatë vërtetohet lehtësisht nga një vëzhgim në plazhin e vjetër, aty ku gjen sot me 10 mbeturina në një prej hapësirave të përcaktuara si publike. Pushuesit thonë se ditët e kaluara me motë të përkeqësuar kanë nxjerrë në Bregdetin e plazhit të vjetër me 10 mbetje, të cilat kryesisht janë plastik të hedhura në det nga dora e njeriut, por gjithashtu dhe deg pemësh apo drurë të thyer. Frekuentuesit e plazhit të vjetër thonë se Bregdeti nuk është ende gati për të pritur turistët, pasi plazhi është kthyer në gjendjen e mëparshme. Sipas pushuesve, është e rëndësishme të zhvillohen aty aksione pastrimi të herpasershme, të cilat të përfshin gjithë Bregdetin. Duke marrë në shembull lungëmarrën që mirë mbahet më së shumti, pushuesit thonë se është e rëndësishme që aksionet e pastrimit në plazhin e vjetër, ashtu si në zonën e lungomarrës, të jenë më të shpeshta për ta kthyer Bregdetin e familjarëve në fokus të pushuesve. Deri tani plazhi neve që jemi këtu vëndalli, për shembull unë ky zotëria tjetër këtu vim ditë për ditë, ndërsa edhe lajemi ditë për ditë, ndërsa të tjerët nuk vinë, sepse edhe lëkurën nuk e kanë mësuar, nuk është argasur lëkura në kuptimin e forcës apo tuti atu. Deri tani mirë, po mirëmbajtja duhet, mirëmbajtja nuk është e qartë, nuk është. Shiko, patjetër, mirë po. Ka mendimin që nuk u dalin lekët këtyre qëtë, se qa do mbajnë për vete të shkretët, e ka një gjyna të shkretët, ata drejtusat, po nuk morën ata më qupë se marvesh, ko që jemi ne pasaj. Kështu që, deri tani... Po? Të tjera të plazhit Lungomarja ose Radhima janë më të shpilluara se plazhi vjetër. Atje, shiko, atje nuk vete, gjithë populata është këtu, gjithë populata, dhe pa tjetër, në Radhime, më the, tash në të gjithë ato vëndet e tjera, vene ata që janë të kamurit, edhe deturimisht, i kamuri ka dhe në qikë se ka parë më shumë e njën e tjetërën. Ndërsa këtu vinë të gjithë, për shumë, ka të gjithë ato që janë, ato makinat që janë, ke prasysh që kanë folet e tyre, ata janë më abrashët, janë bulgar, janë holandez, janë hedhin beturina duke ka i den, të parë me sy, tashi, këtë punë. Nuk është problemi se ma thetë, ja, po, kështu i të parë me sy. Ndërsa atje ka më regullë. Prandaj është më pasër, janë privatet më shumë, më të organizuar, edhe më me sasi të pakët. Sot për sot është gati, për mua është gati. Duhen, a i pastrimi që u bë e mbytur në dalë të detit, do një pastrim tjetër dhe të filloj plazhi. Duhet pastruar më shpesh. Jo shumë herë, po do nëgjë dhe njerë këto pisloqet. Se ka prioritet shumë kjo bërja e këtyre shëtitores. Po kjo ka ndodhur për arsye, se mund. Se ka popullsi më shumë andej, se sa këtej, për ndaj frekuentojnë më shumë do. Kosha, duhen më shumë kosha? Po, duhen. Duhet pastruar. Duhet pastruar pak, mbeturinat janë, kështu që nxjerr deti. Kështu mirë është. Ambienti pastër, pastrim më të shpesht.
Kush ka, po ka në kujdestar, po ka në një ashtu që është këtu. Duhen theja. Gjithë këto pa pasërtira. E shihni zonën e plazhit të vjetër si më pak të zhvilluar se zonat e tjera për shembull në Lugomare? Më pak sa po. Do punë. Kështu ka ngelur që me kohë. Do punë. Shiko, tani për tani nuk mund të përcaktohet që është e keqe. Është e mirë, sepse për mendimin tim është e mirë në krahasim me kohën në të cilën po reflekton i madh i Zot kur i them. Sa rregullohet, dalin vëdall të detit, frynera i bën, po që unë jam vlonjat i hershëm. Këtu kam lindur dhe sot, kam pak ditë që jam futur në moshën 80 vjeç. Plazhin e vjetër, kështu në këtë gjendje kaq të bukur, kaq të gjerë, kaq të pastruar, nuk e kam parë ndonjëherë. Më bëhet qefi që ka përpjekje. Ka përpjekje nga autoritetet, kuptohet. Por mendoj se po të punohet ashtu si që kishin nisur para se sa të ndodhte kjo koha keqe, këtu do mbyte në turizëm. 1 metër plazh nga një privat merret 5.000 lekë metri katror, ka qenë, nuk e di sa mund bëhet, është çike vështirë. Dhe për atë që ka çadër, aq më tepër dhe për atë që ka. Unë mendoj se perspektiva e plazhit të vjetër do bëhet akoma më e mirë. Akoma më mirë. Jo si në kohën e mëparshme. Në kohën e mëparshme kishte njerëz, s'kishin ku të vënë. Ndërsa për sa i përket që pse është plazhi i vjetër i pa populluar aq shumë sa kjo varet dhe nga ambientet. Ambientet në plazh vjetër nuk janë, them për tregtarët, nuk janë të asaj cilësie atje. Por atje faktikisht është më keq nga këtu. Këtu ka një burim të ujrave të zeza që është kanali motor, ndërsa atje ka 3-4 burime. Shteti të disiplinoj ujrat e zeza dhe turizmin do bëj bum. Bregdeti plazhit të vjetër ka nevojë për një tjetër aksion pastrimi për të qenë në gjendjen optimale për të pritur denjësisht turistët vendas dhe ata të huaj. Pastrimi në plazhet publike dhe përgjatë sezonit mbeten në Vlorë një pikpyetje e madhe se si do të menaxhohet me kapacitete që janë në dispozicion. Rikthehen zjarret në Vlorë, ndërsa rritja e temperaturave ka sjell vatrat e para problematike në qark. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme përfshiu zonën e Oshtimës, duke dier kur shkure, bimësi të thatë dhe rënj ullinsh. Flakët u vunën në kontroll pas disa orësh ndërhyrje nga zjarrfiksit e banorët, ndërsa hetimet vazhdojnë për përcaktimin e shkaqeve. Rikthehen në zjarret në Vlorë, rritja e temperaturave ka sjellë situata e para problematike me zjarret në disa zona të qarkut, por dhe të bashkisë së Vlorës. Një prej rasteve shqetësuese është regjistruar pas ditën e të premtes në zonën e fshatit Hoshtim, të njësisë administrative qendër të bashkisë së Vlorës. Një zjarr me përmasa të konsiderueshme, i cili dyshohet se ka nisur rreth mesditës, është prapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me shkure, bimësi të thatë, por edhe rrënj ullinsh. Flakët janë favorizuar edhe nga era e fortë, e cila ka vështirësuar ndërhyrjen dhe ka bërë që zjarri të avancojë në disa drejtime. Në zonë kanë mbritur menjëherë forcat zjarrfikse të Vlorës, të cilat për disa orë kanë luftuar me flakët për të izoluar vatrat aktive dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit drejt banesave apo sipërfaqeve të tjera të mbjella. Në ndër të tyre janë angazhuar dhe banorët të zonës, të cilët kanë kontribuar në neutralizimin e flakëve. Situata është normalizuar vetëm gjatë orëve të mbrëmjes, kur zjarri zhvon plotësisht nën kontroll. Megjithatë, dëmet e shkaktuara raportohen të jenë të konsiderueshme, kryesisht në sipërfaqe me bimësi dhe ullinj. Ndërkohë, lidhur me situatën e krijuar, ka nisur dhe hetimet për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit dhe për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me një rast zjarrvënie të qëllimshme. Autoritetet apelojnë për kujdes maksimal pasi temperaturat e larta dhe moti i thatë rrisin ndjeshëm rrezikun e prapjes së zjarreve gjatë sezonit të verës. Me nisjen e sezonit të nxehtë, zjarret po rikthehen sërish si një problematikë shqetësuese për zonën e Vlorës dhe jo vetëm, duke vendosur në gatishmëri strukturat zjarrfikse, por dhe emergjenca civile. Aktori i njohur shqiptar Birshe Asko është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të pasur në teatr, kinema dhe arsimin artistik. Me mbi 30 role në filma dhe 10 interpretime në sken, Asko u bë i paharrueshëm për publikun me humorin, karakteret popullore dhe të folurën karakteristike të labërisë. I lindur në Dukat të Vlorës, ai u vlerësua me titujt artist i merituar, profesor dhe mjeshtër i madh, si një nga figurat e rëndësishme të artit shqiptar.
Sot duhet të mlidhemi të gjithë edhe t'japim dorën njëri tjetrit. Aktori i njohur i kinematografisë shqiptare Birçe Hasko, një prej emrave më të dashur dhe të vlerësuar të skenës dhe ekranit, është shndar nga jeta në moshën 84 vjeçare. Hasko njihej për interpretimet e tij të spikatura, kur solli me mjeshtri karakterin popullor të jugut, duke bërë atë të paharrueshëm për publikun shqiptar. Gjatë karrierës së tij interpretoi mbi 12 role në teatr, ndërsa një nga rolet më të realizuara mbetet ai Milos në komedinë Shi në plazh të Teodor Laços. Në kinematografi debutoi në vitin 1971 me rolin e ballistit në filmin Kur zbardhi një ditë, ndërsa gjatë jetës artistike ka luajtur në më shumë se 30 filma, duke lënë gjurmë në historinë e kinematografisë shqiptare. Birçe Hasko lindi në fshatin Dukat në rrethin e Vlorës në 15 mars 1942. Në vitin 1961 përfundoi shkollën e mesme pedagogjike Jani Minga. Pas përfundimit të saj punoi për disa vite si mësues dhe drejtor shkolle në fshatrat Amanika i Nivis të rrethit të Tepelenës dhe Poro të rrethit të Vlorës deri në vitin 1965. Më pas ndoqi studimet për aktor në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Pas diplomimit nga viti 1969 e në vijim, ai u angazhua si pedagog i mjeshtrisë aktorit në Akademinë e Arteve, ku më vonë shërbeu dhe si dekan i Fakultetit të Artit Skenik në periudhën 1989-1994. Në skenë dhe ekran, Hasko u dallua veçanërisht në rolet të karakterit komik dhe popullor. Në teatr interpretoi figura si Milo Tafani në komedinë Shi në plazh nga Teodor Laço, Abbas Kola në Shtëpia me dy porta të Rushdi Pulahës dhe Shazo në Familja e Peshkatarit nga Suleman Pitarka. Ai njihet për një natyrë të veçantë interpretuese ku elementet komik dhe fshatarak të karaktereve i kthente në pjesë të stilit të tij artistik, duke krijuar një mënyrë loje origjinale dhe vështirë për të përsëritur. Individualiteti i tij u formësua veçanërisht në kinematografi, ku në role dytësore ndërtonte tipa të gjallë me origjinalitet plastik dhe shprehje të fortë skenike. Përveç interpretimit, ai ka dhënë një kontribut të gjerë si pedagog, duke përgatitur student për aktor dhe duke vënë në skenë shumë etyde, fragmente dhe 18 vepra dramatike të plota. Më 13 nëntor 1989 ju dha titulli artisti merituar. Në vitin 1995 mori titullin universitar profesor, ndërsa më vonë u nderua dhe me titullin mjeshtër i madh. Po ligji zoti Maliq, është si punë e këtij shkopit. Ja ligji. Ja dhe Maliqi. Ligji në dorën e Maliqit mund jetë kështu. Mund jetë dhe kështu. Pari më rejtë e pësës, nuk janë shakara këto! Kapeni! Festa në Sokak ka ndezur atmosferën festive në Gjirokastër, duke mbushur pazarin karakteristik dhe rrugicat me kaldrëm me qytetarë, vizitorë dhe turistë të huaj. Muzika tradicionale, vallet popullore dhe programi kulturor janë rikthyer në vëmendje trashëgimin, mikpritjen dhe identitetin e qytetit të Gurt. Aktiviteti traditor pritet të tërheqë edhe më shumë vizitorë, duke i dhënë një impuls të ri turizmit kulturor në Gjirokastër. Netët e para të festës në Sokak kanë sjellë një atmosferë të veçantë festive në Gjirokastër, duke mbushur me gjallëri pazarin karakteristik dhe rrugicat me kaldrëm të qytetit të Gurt. Qindra qytetar, vizitorë dhe turistë të huaj janë bërë pjesë e aktiviteteve duke shijuar muzikën tradicionale, vallet popullore dhe programin kulturor të përgatitur për këtë festë. Festa në Sokak ka kthyer edhe një herë vëmendjen te vlerat më të bukura të Gjirokastrës, trashëgimia, mikpritja, tradita dhe atmosfera e rrallë që ofron qyteti muze. Është kënaqësi që unë jam pjesë e këtij aktiviteti madhështor, sidomos jam pjesë e ISO Polifonisë. Më vjen mirë që ka një interesim shumë të madh nga turistat, nga vendës edhe të huaj. Edhe kjo është pjesa më e bukur që neve kemi një vlerë të paçmueshme që neve duhet ta mbrojmë me fanatizëm. Jam shumë krenar për këtë nismë që kemi marrë. Sot në këtë festë të madhe kishim dy momente kryesore, nxjerrja e rakis sipas traditës dhe kafeja në gur siç është pas bërë në shtëpiat e vjetra gjirokastrike. Më shumë se 5 ditë Gjirokastra feston. Gjirokastra feston me Gjiroklasika, Gjirokastra feston në Sokak dhe Gjirokastra feston në aktivitetet e njësitë administrative. Sot dhe nesër, festë në Sokak ju pret në shesh me artistë më se të mirë njohur. Nesër, sheshi mirëpret të madhin Petrit Lulo, Genën dhe Ponin.
dhe mos harroni, Gjirokastra ju pret në shesh. Tingujt e muzikës popullore dhe interpretimet artistike kanë krijuar një mbrëmje të ngrohtë për të gjithë të pranishmin, ndërsa pazari historik është ndërruar në qendrën kryesore të festimeve. Aktiviteti i cili do të zgjasë 3 ditë, pritet të sjellë edhe më shumë vizitorë në qytetin e Gurt, duke i dhënë një tjetër impuls jetës kulturore dhe turistike të Gjirokastrës. Kjo fest jo vetëm promovon traditat dhe identitetin lokal, por edhe forcon rolin e qytetit si një nga destinacionet më të dashura të turizmit kulturor në Shqipëri. Ulen sërish çmimet e karburanteve, nafta shitet me 2 lek më pak, benzina 4 lek më pak. Bordi i Transparencës ka zhvilluar këtë të shtunë me 23 maj 2026 mbledhjen e radhës ku janë vendosur çmimet e reja për shitjen me pakicë dhe shumicë të karburanteve në vend. Sipas vendimit të bordit, çmimi i shitjes me pakicë i naftës do të jetë jo më shumë se 195 lek për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë do të jetë jo më shumë se 183 lek për litër. Ndërkohë për benzinën, çmimi maksimal i shitjes me pakicë është caktuar 182 lek për litër, ndërsa ai i shitjes me shumicë 170 lek për litër. Autoritetet bëjnë me dije se çmimet e reja hyjnë në fuqi sot me 23 maj 2026, duke nisur nga ora 13:30 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku do të reflektohen ndryshimet e reja të tregut. Bordi ka tërhequr vëmendjen e operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë nën produkteve të naftës për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi. Sipas njoftimit, në rast të shkeljeve të konstatuara nga subjektet tregtare, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë deklarojnë se mbeten të angazhuara në mbrojtjen e interesave të konsumatorëve shqiptar dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.